Muzeu etnografik në Durrës ka rihapur dyert për vizitorët pas një procesi të plot rikonstruksioni të realizuar pas dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i vitit 2019. Ky investim i rëndësishëm ka rikthyer në funksion një nga hapësirat më përfaqësuese të trashëgimisë kulturore në qytet. Drejtoresha e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, Alketa Tragaj, u shpreh se muzeu tashmë ka pësuar një rijetëzim të plot, duke ofruar kushte bashkëkohore për vizitorët dhe duke vënë në pah vlera historike dhe kulturore. Në 2019 kanë qenë të ekspozuara vetëm 4 dhoma, kurse sot jemi me plot 7 dhoma në interierin e katit të dytë dhe me një sallë shumë të madhe në interierin e katit të parë, ku përpos kësaj janë të ekspozuara dhe 125 vepra italiane të dhuruara në nder të artistit të madh Ibrahim Kodra. Një vëmendje e veçantë është të kushtuar edhe mjediseve dedikuar figurës së shquar të skenës shqiptare dhe ndërkombëtare, aktorit të madh Aleksandër Mojsiu. Në katin e dytë të muzeut janë ekspozuar kostume popullore të Shqipërisë së Mesme, si edhe objekte të tjera të rëndësishme që pasqyrojnë traditat dhe jetën e përditshme të zonës ndër vite.